arti performative përdor trupin si mjet artistik në këtë rast, ose mundet me qujtë edhe si medium artistik përmes cilit shprehen narrativa të ndryshme, rishkruhen narrativa të tjera për kundrejt çka zakonisht patriarkati synon për me na vendos neve si kufizime, edhe thjesht arti performativ nuk ka limite, domethënë ka intertwining of different art mediums si poezi, muzik, lëvizje trupore, koreografi, domethënë eksploron forma të ndryshme të artit, cilat munden me u ngërthy me njëna tjetrën edhe me u kriju art performativ i cili qoftë mundet me u ekzekutu live ose edhe me u dokumentu edhe mandej me u transmetu si video performanca, cilat edhe vet i realizoj shumicën e kohës. Ndërkaq, tu qenë edhe drejtuese dhe themeluese e Indefinite Institute, krijo iniciative summitit feminist të arteve performative për herë të parë, po merr jetë edhe po jetësohet prej implementimit nga Indefinite Institute. Ky summit ka për qëllim për me promovu artin feminist, artistët dhe aktivistët feministe, tu qenë me një shoqni që po shkon të bo ma shumë patriarkale dhe që frymon në patriarkat e kemi të domosdoshme që me e zhvillu edhe me promovu feminizmin, po njëkohësisht prej një kohje tjetër, jo formave praktike, po prej asoj artistike. Të marrë parasysh që Astrid Ismailja është një artist ndërkombëtar i njohur edhe është i mirë njohur edhe si artist që vjen prej Kosovës, ka me zhvillu këtë masterclass e cila është ekskluzive. Në këtë rast, ma shumë informacione kanë me u shpalos përmes vetë masterclasses, mirë po çka e veçan Astridin është vetë qasja e tij performative eksperimentale, e njëkohësisht edhe ngërthyrja që e realizon ai përmes formave të ndryshme të artit, si eksperiment me instalacione, por njëkohësisht edhe përdorimin e trupit në performanca, mandina performimi, pjesa e muzikës që edhe ai vetë këndon, kështu që besoj që ka me qenë një masterclass mjaft e pasën. Programi hapet me Astrid Ismailin në Barabar Center prej orës 10, ndërkaq në mbrëmje në Hamamin e Madh në Prishtinë kanë me mbajt performanca poetike artistike edhe performanca muzikore artistike. Të dy performancat janë një lloj homazhe edhe njohje e kontributit të grave, të cilat kanë kontribuar me format e tyre të artit përgjatë periudhave të ndryshme. Këtë performancë poetike interpretuese kanë me realizu Anisa Ismaili edhe Gjejlania Tërpunja, cilat janë aktore të mirënjohura në Kosovë, edhe ato kanë me sjellë poezi prej nivelit ndërkombëtar deri tek ai lokal, prej grave që kanë shënu poezi e të cilave nuk ju njihet puna njëjtë ose në mënyrë të barabartë dhe të drejtë sikurse burrave, është një lloj mirënjohje ndaj punës që e kanë bu gratë më herët. Ndërkaq performancës muzikore artistike, siç e përmendet, ka me qenë Urta Haziraj, e cila është soprano edhe e cila do të përcjellet në Gresa Bruçin, e cila është violoncheliste. Programi ka me u hap me këto dy performanca në mbrëmje, edhe po shpresojmë shumë që ka me qenë diçka e re edhe mjaft frymëzuese për me i njoft gratë cilat kanë kontribu në arte dhe kulturë. Për ditën e dytë, ka me pas prap dy performanca, mirë po performanca e parë ka me qenë performanca artistike, cilën ka me ekzekutu unë si Miss Indefinite, si artiste feministe. Kjo performancë trajton çështjet e kufizimeve që i vendosen gruas me etapa, që shtu fillu prej kur është e vogël deri kur rritet që i ka disa faza në cilat ajo duhet me i bo tek sipas standardeve patriarkale. Ndërkaq performanca tjetër muzikore, e cila ka me u ekzekutu prej Rina Krasniqit, është ma shumë edhe si kujtes edhe kthem në mbrapa, po tu qenë se ajo veç se pas shumë roleve dhe çmimeve në industrinë e filmit, këtë herë po kthehet në një format pak më ndryshe.
Ma shumë? Në ditën e tretë, dita e tretë jemi mundu maksimalisht që me qenë po ashtu e pasun sa edhe 2 ditë e para. Në ditën e tretë ka me pas një punëtori e cila ka me u udhëheq prej Agnes Nokshicit, është artiste performative, njëkohësisht edhe profesorish në Universitetin e Prishtinës. Kjo punëtori ka me u mbajt në Barabar në orën 10, Barabari tek Grand Hoteli, pjesëmarrje në gjitha aktivitetet e summitit. Këtë edicion e kemi krejt aktivitetet janë të hapura për kushdo që shpreh interes, pa marrë parasysh backgroundi, gjinisë, seksit, çka do, mundet me ardhë prej kudo, kado edhe në secilën me u kyç, nuk e kemi të ndame se kush mundet ose nuk mundet, edhe është falas. Në këtë aspekt jemi mundu që me qenë sa ma transparent edhe përmes rrjeteve sociale, po edhe përmes materialeve promovuse fizike cilat i kemi shpërnda në qytet, që kushdo që ka interes edhe shpreh interes mundet thjesht me ardhë, nuk ka nevojë me pagu as bileta as kur gjo, pijet janë falas, hapësira është mjaftushe me madhe edhe krejt që ka na mbetet neve është me ju mirëprit edhe ju me u knaq.